Për më shumë se një shekull, njerëzimi e ka parë qiellin si dritaren nga ku mund të kuptojë universin, por sot, me të njëjtat mjete që dikur na çuan në hën, po mësojmë më shumë për planetin ton, se sa ndoshta kemi mësuar ndonjëherë. Në zemër të këtij revolucioni qëndron një sër teknologjish satelitore që po ndryshojnë rrënjësisht mënyrën se si kuptojmë funksionimin e tokës, duke përfshirë një nga proceset më të rëndësishme për mbijetesën tonë, mënyrën se si oqeanet thithin karbonin. Ky është një proces i fshehtë, i padukshëm për syrin e lirë, por jetik për ekuilibrin klimatik të planetit, në një kohë kur bota po përballet me një krizë klimaterike pa precedent, ku temperaturat mesatare rriten, akujt shkrihen dhe fenomenet ekstreme natyrore po bëhen më të shpeshta. Të kuptuarit e këtij mekanizmi natyror nuk është më një luks shkencor, por një domosdoshmëri ekzistenciale, dhe është pikërisht këtu ku teknologjia satelitore po luan një rol revolucionar. Oqeanët përthithin çdo vit rreth 1/4 e gjithë dioksidit të karbonit emetuar nga aktivitetet njerëzore. Pa këtë shërbim natyror, nivelet e CO2-shit në atmosferë do të ishin shumë më të larta dhe efektet e ngrohjes globale shumë më të shpejta e më shkatërruese. Megjithatë, për dekada të tëra, mënyra e saktë se si ndodh ky proces ka qenë mbuluar nga misteri. Shkencëtarët dinin se fitoplanktoni, mikroorganizmat fotosintetik në sipërfaqen e oqeanit, luanin një rol kyç duke kthyer CO2-shin atmosferik në materie organike përmes fotosintezës. Dinim gjithashtu se rrymat oqeanike, ndryshimet e temperaturës dhe përbërja kimike e ujit ndikonin fuqimisht në aftësinë e oqeanit për të thithur gazra, por për shkak të mungesës së të dhënave të detajuara dhe pamundësisë për të monitoruar oqeanet në shkallë globale, pjesa më e madhe e këtij procesi mbetej e panjohur. Teknologjia e re satelitore ka filluar të ndryshojë gjithçka. Sot, falë sensorëve të avancuar që matin çdo ndryshim të temperaturës, përbërje kimike, ngjyrë të sipërfaqes dhe përhapje të biomës detare, ne kemi një pamje shumë më të qartë të mënyrës se si oqeanet funksionojnë si lavaman të karbonit. Satelitët modern janë në gjendje të vëzhgojnë sipërfaqen e oqeanit me një rezolucion të jashtëzakonshëm, duke dërguar në tokë miliarda pika të dhëna çdo ditë. Këto të dhëna analizohen me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe modeleve klimatike për të krijuar harta dinamike që tregojnë në kohë reale se ku, kur dhe sa karbon po përthithin oqeanet. Një nga zbulimet më të rëndësishme që kanë ardhur nga këto studime është identifikimi i ashtu quajturave pikë të nxehta të absorbimit të karbonit. Këto janë zona të veçanta ku kushte të ndryshme fizike, kimike dhe biologjike kombinohen për të maksimizuar kapacitetin e oqeanit për të thithur CO2. Ato zakonisht gjenden në kufit e rrymave oqeanike ose aty ku ujërat e ftohta dhe të pasura me lëndë ushqyese ngrihen drejt sipërfaqes, një proces i njohur si upwelling. Këto zona ishin pothuajse të pamundura për të identifikuar me metoda tradicionale, por tani satelitët mund t'i dallojnë ato përmes ndryshimeve shumë të vogla në ngjyrën e ujit ose në reflektimin e dritës diellore. Ky zbulim është i rëndësishëm jo vetëm për të kuptuar procesin natyror të thithjes së karbonit, por edhe për të ndërtuar strategji të reja për mbrojtjen e këtyre zonave dhe përfshirjen e tyre në politikat klimatike. Një tjetër kontribut i madh i teknologjisë satelitore është aftësia për të monitoruar dinamikën e fitoplanktonit. Këto mikroorganizma janë themeli i rrjetës së pompës biologjike, një proces përmes të cilit CO2 atmosferik shndërrohet në materie organike dhe më pas transportohet në shtresat e thella të oqeanit, ku mund të qëndrojë bllokuar për shekuj ose edhe mijë vjeçar. Duke analizuar ngjyrën e oqeanit dhe përqendrimin e klorofilit nga hapësira, satelitët mund të përcaktojnë saktësisht ku dhe kur ndodh lulëzimi i fitoplanktonit dhe si ndikon ai në kapacitetin e përgjithshëm të oqeanit për të përthithur karbon. Kjo është një njohuri etike, sepse çdo ndryshim në temperaturë, ndotje ose acidifikim mund të ndikojë ndjeshëm në rritjen dhe aktivitetin e tyre. Përveç matjes të parametrave biologjik, teknologjia satelitore po ndihmon edhe në kuptimin e ndikimit në ndryshimeve klimatike në aftësinë e oqeanit për të përthithur karbon. Ujërat më të ngrohta mbajnë më pak gaz të tretur, çka do të thotë se me rritjen e temperaturave globale, oqeanet mund të humbasin një pjesë të këtij kapaciteti. Po ashtu, ndryshimet në qarkullimin e rrymave dhe shtresëzimin vertikal të ujit mund të ndryshojnë ndjeshëm mënyrën se si CO2 transportohet nga sipërfaqja në thellësi.
Satelitët janë të vetmit që mund të ndjekin këto ndryshime në shkallë globale dhe në kohë reale, duke lejuar shkencëtarët të përditësojnë modelet klimatike me saktësi shumë të madhe. Këto zhvillime nuk janë të rëndësishme vetëm për të kuptuar më mirë planetin tonë, por edhe për të ndihmuar njerëzimin të ndërmarrë hapa konkret për të luftuar ndryshimet klimatike. Të dhënat e marra nga satelitët mund të shërbejnë si bazë për zhvillimin e teknologjive të reja, për kapjen dhe ruajtjen e karbonit, të njohura si CCS ose CDR. Një nga idetë më premtuese është ajo e biostimulimi detar, ku kushtet e rritjes së fitoplanktonit mund të përmirësohen artificialisht për të rritur kapacitetin e tyre fotosintetik dhe për të përthithur më shumë CO2. Pa njohuri të sakta për shpërndarjen natyrore të fitoplanktonit, për dinamikën e rrymave dhe për strukturën kimike të ujrave, këto teknologji do të ishin praktikisht të pamundura për të projektuar. Një tjetër aplikim i mundshëm është identifikimi i rajoneve detare ku proceset natyrore të kapjes së karbonit janë më efikase për të zhvilluar projekte të synuara të kapjes së karbonit me ndihmën e teknologjisë. Për shembull, në vend që të synohen sipërfaqe të mëdha oqeanike në mënyrë të rastësishme, satelitët mund të ndihmojnë në përqendrimin e përpjekjeve në pikat e nxehta ku ndikimi është më i madh. Në të ardhmen, një bashkëpunim midis natyrës dhe teknologjisë mund të çojë në ndërtimin e një rrjeti global të zonave oqeanike të menaxhuara posaçërisht për kapjen e karbonit, një hap gjigant drejt neutralitetit klimatik. Në një horizont më të largët, të dhënat e marra nga satelitët mund të ndihmojnë edhe në zhvillimin e strategjive më radikale si alkalinizimi i oqeanit, një proces përmes të cilit përbërja kimike e ujit mund të ndryshohet lehtësisht për të arritur aftësinë e tij për të absorbuar CO2. Këto strategji janë ende në fazat e hershme të studimit, por ato do të ishin të paimagjinueshme pa informacionin e detajuar që ofron vëzhgimi satelitor. Në fund të fundit, ajo që po ndodh është një revolucion shkencor që ndryshon mënyrën se si shohim marrëdhënien midis njerëzimit dhe natyrës. Oqeanet nuk janë më një entitet i largët e misterioz që ndikon në klimën tonë nga prapaskena, ato janë partnerë aktiv në betejën për mbijetesë klimatike. Dhe satelitët, këta sy të vegjël që rrotullohen qetësisht përreth tokës, janë instrumentet që po na ndihmojnë ta kuptojmë dhe të shfrytëzojmë më mirë këtë partneritet. Në një epokë ku çdo ton karbon i thithur mund të bëjë diferencën mes një të ardhme të qëndrueshme dhe një katastrofe globale, teknologjia satelitore po bëhet një nga armët më të fuqishme të njerëzimit. Ajo nuk është më thjesht një mënyrë për të vëzhguar, por një mjet për të vepruar. Falë saj, ne nuk po kuptojmë vetëm se si funksionojnë oqeanet, ne po mësojmë se si të bashkëpunojmë me to, si t'i ndihmojmë të përthithin më shumë karbon, si t'i mbrojmë nga dëmet që u kemi shkaktuar, dhe mbi të gjitha, si të sigurojmë një të ardhme ku planeti ynë mund të marrë frymë lirisht përsëri. Nëse ky potencial shfrytëzohet me mençuri, atëherë teknologjia që dikur na tregonte yjet mund të jetë ajo që shpëton shtëpinë tonë në ndet.